se Kosova ishte më e pasur në botë, më sekondit. Veni më i pasur në botë. Kosova ishte si gjelli për minerale, o di pështu po bëjke, për satelitit ndohet që ashtu po dëke Kosova. Edhe, tani bëhet kësmet festojna 4 karikin, si ditë pavarësisë, neve më najtë thuj po. Na i hekë qëto farë të shtetet pa lidhje, shtetet fësin që i kena nga të ta për najtë të ratke, për shutek e shëtë. Edhe na i s'kishë më vonë Kosovë, nga për një, më selqanin Kosovën. Sa problem? Kja që për mënën te, po... Ja, nuk ka problem, ja. Une menaj që se e kom njërin në atë, jom Pentagon për në shpit bardë bashkë e kom njërin tam atë, te rrinë që aty nga të asoj dhëmes, që që i thojnë asoj dhëmes bre që rrinë këtë presidenti Amerikës atë? Valje. Valje. Rrinë që aty e kom njërin, më tha, Trumpi ka thonë Kosovën kom i bo shtetin matë fortin ekonomikisht. Ekonomikisht, të na. Edhe krejt tani këtu shtetet e forta që janë Anglia, Gjermania, Franca këtu, po vishin me punu të na, në Kosovë. Do më thonë si diaspor e atyne. Se a keni një ju nejherë që ko Gjermania diaspor, që shkojnë Gjerman dikun në diaspor. Diaspora Gjermanisë. Gjerman janë shku në ngurbet. E qatë herë, pe i vike momenti me ardhë në ngurbet të na.